Erion Alibi ka treguar para trupës gjykuese se Milona Ramazani ishte një person shumë i afërt me Talo Çelën dhe Mikael Qosen, duke theksuar se kishte mbledhur informacione të shumta për Ramazanin nga Ardian Çollaku, Xhulian Hoxha dhe persona të tjerë të përfshirë. Sipas Alibi, Xhulian Hoxha ka qenë përgjegjës për mbikëqyrjen e Ramazanit, duke ruajtur atë tek palestra deri në momentin e ekzekutimit. Bashkëpunëtori i drejtësisë deklaroi se komunikimi me Xhulian Hoxhën është bërë përmes aplikacionit të koduar SkyCC dhe se ka marrë pagesa të vogla për informacionet që siguronte. Ai shtoi se ka komunikuar me Nurettin Tumanin për të transferuar shumën të 85.000 euro tek Arsem Preci në lidhje me vrasjen e Ramazanit. Në lidhje me vrasjen e Bujar Çelës, Alibi ka treguar se ishte skerditase i njohur si Nipçi, ai që e kishte ngarkuar, por sulmi nuk u realizua. Ai ka theksuar se edhe për këtë ngjarje Xhulian Hoxha ka qenë burimi i informacionit, duke komunikuar përsëri përmes aplikacionit SkyCC dhe se besonte tek të dhënat e tij, pasi ato përputheshin me të vërtetën. Seanca e radhës do të vijojë me sqarimin e detajeve të mëtejshme për përfshirjen e të akuzuarve dhe rolin e secilit në këtë ngjarje, ndërsa QKK vazhdon hetimet për rrjetin kriminal të lidhur me dosjen Plumbi Art.